Pak qaste pritet filloj dhe pjesa e dytë në palesën tremën qeshore mes Yllit dhe Trepçës. Në pjesën e parë dominuar mund të themi nga skuadra e Yllit, 46-37, fitoi 2 çerega Yllit, 24-20. Të parën 22-17 të dytën, më i dalluar ishte Jan Palokaj me 15 pikë shënuara, 2 rebound dhe 1 asist, nga 8 pikë Wilson dhe Nesbit. Ta ishin kontribuesit më të mëdhenj të vendasit, kurse te Trepça 12 pikë shënuara nga Michael Green, gjitha nga loja për 3 pikë. Kur në 7 tentime doli tjetë 4 herë sakë dhe po edhe 4 asiste dhe 3 rebound, kontribut dha edhe Myers me 7 pike në rebound. Ja dhe disa nga statistikat ku më efikaste të imase del tjetë Yllin në gjojnë dhe për 2 pikë për dallim me Trepçën. Dhe pare tashmë do t'jenë mysafirit Tmushic, Green, Hunter, Kapiti edhe Medet në parket për Trepçën, ndërsa Polutak, Shoshi, Palokaj, Nesbit dhe Wilson për Yllin. Green. Dhe Tobi mër Medet mbi Nesbit për 3. Tobi yri dhe doli, nuk ka pik, Polutak. Me një tjetër rebound, kujtojmë që për të është edhe rebound i dytë. Ka edhe një pik qënuar dhe një assist. Palokaj për Wilson. Ja një pasim perfekt, Wilson për Polutak. Ka foul të Dardan Kapitit. Kavan Polutak në gjuajnë e partë e lirë. Pasakta dhe në të dytën, Kapiti me rebound. Bëjt një mundësi tjetër Yllit që të ketë për Yll të parë. E vërsin 2 shifrore. Green për Medet. Medet. Skrin shumë i mirë i Kapitit, për jo për të liruar, qëfar kanë gjarë, ka gabim në hapa të Medet. Stopen mbrojtje nga Ylli. Qëtë topi umbër të Trepça, kujtojmë që është topi i 10 i umbër. Për 21 minuta loj, për tuaj se nëse shqetësuese sa e vërket kësaj pjesët e lojës ky fakt për kampionet e Kosovës. Polutak, pasimi për Wilson. Wilson, 2 litar pranti, Nesbit, Palokaj, Shoshi. Duhet gjuaj edhe 2 sekonda, duhet lirohet Shoshi, një gjuajtje në presion të kohës, tashmë nuk ka pik, 2 skuadrat që bavuan qenë pikët. Tmushic në kundërzbritje. Tmushic. Hunter nga kjo distancë, provon gjuajt nëmër 3, nuk shënon as Hunter, Polutak. Në rebound në mbrojtje, Jalen Nesbit. Polutak. Polutak rotullohet. Ka faul në Polutakun, apo jo, ka gabim në hapa. Tjerë topi umbër kësaj radhe nga Ylli. E shojmë rëshqitjen dhe humbjen e ekuilibrit të Polutakut. Green. Daniel ju për Kapiti, një pa markuar shënon. Dardan Kapiti. Pikët e para në pjesën e dytë. Rritojmë që për Kapitin edhe kjo është pika 4, ka dhe 5 rebounde. Wilson. Një pasim një rrezikshëm nga Nesbit për Polutak. Vetëm sa e devion Kapiti për jo për ta marrë në kontroll topin. Palokaj, shënon në layup. Çfarë kanë gjallë e që ndalur, ka probleme për Shoshin. Duke që ka ndrydhur edhe kyçin e këmbës së djathtë. Besoj mos jetë serioze kjo për Lisin. Është ngritur dhe Shoshi. Green. Green, ja dhe jo për Kapitin, duke që ka pasur faul fillimisht kjo e që është ndalur. Falli pare i por i Yllit në këtë pjesë të dytë, 2-2 është çeregu i tretë.
Mushic. Green. Duhet të mire Palokaj. Gjuajt e Hunter, super mbrojtje nga Nesbit. Polutak. Dojë ritme në ndërzbritje Ylli. Palokaj në ngutet, ka topin në kontrol. Palokaj dovan tashmon kapitin, lirohet me topin për të shërbyer te Nesbit. Nesbit për Polutak. Kombinimet janë të mira të Yllit. Polutak rrotullohet, Polutak blokohet nga Dardan Kapiti. Edhe 5 sekonda ka mbetur në aksionin e Yllit, super mbrojtje nga Kapiti. Të mjaft një lëvizjet e Polutaku, Dardan Kapiti për ta blokuar me njerë më pas. Avanohet Palokaj. Polutak, Palokaj. Provan për 3 ka faul. 3 të lira do t'jenë për Jan Palokaj. Konfirmohet. Apo jo do t'jenë 2 gjuajt e tjera duke që ka prekur vjen me këmbë. Palokaj shojmë njerë nga përsëritja. Duke qarë që ishte gjuajt e bërë 2 pik. Këto na mundësoj me njerë në ko reale. Effect Production që mundëson edhe realizimin e ndeshjeve në basketbolën e Kosovës, sidomos në përkëvetit Superligën. 50-31. Për herë të parë në 2 shifra e bërësia Yllit. Dyja të shënon Palokaj që tashmë ka 17 që ka 19 pik. Darkan Gjarë ka një faul në duhet që del në arë një challenge kre trajneri Pipan. Prendohet këtë faul në Nesbitin. Apo jo, nuk është mundësuar challenge-i kre trajnerit Pipan. Shojmë diskutimin mes Goqa edhe Pipan edhe tashmë është mundësia për një challenge. Për parë se definuar me gjyqtarë se çfarë kërkojnë për të parë nga afër. Gjyqtare që do e mbajnë vendimin e njëjtë. I shpjegojnë gjyqtarët edhe Mumini edhe Goqa i trajnerit Pipan në arsyen sepse nuk është ndryshuar vendimi dhe që ka mbetur vendimi i njëjtë. Do të mbetet Trepça në aksion për 14 sekonda tjera. Hunter për Green. Green dalet për 2, shënon Michael Green, pikën e 14. 50-21. Wilson, në mesin e 2 kundërshtare, pastimi për Nesbit. Nesbit për Shoshin, Shoshin nga Mërsia, nuk ka pik, as në herën e 2. Tjetër rebound në Stojmë, ndakohen nga Kapiti. Nesbit, e ka faul tashmë në Nesbit. 4 personale për Mikailet Mushic. Personale që u gjikua pikërisht për të Mushic. Përcjell me reagimin pasi që kuptoi faktin që është ndëshkuar me një tjetër gabim personal. Shoshi. Palokaj. Shoshi prap. Korridori hapet. Provon një floater Shoshi, nuk ka pik. Medet. Majlardi për marri bandin. Ja një pasim për Semi Hunter. Ka faul të Polutak. Prendohet që në top ka qenë Daryrja por jo në pamje të përsëritë duke që ka pasur faul në Hunter. Sidomos kjo pamje nën kosh, pa kontakti me duart e Hunter nga Polutak. Avër do të vinë prap gjyqtarët Goqa edhe Mumini për ta parë.
Ka shkuar si faul i zakonshëm kjo në Hunter nga Polutak, u pa kontakti qartë. Në thirrje drejt e gjyqtarëve kjo. Hunter që çellon në gjuajtën e parë të lirë. 50-42, Sami Hunter tashmë me 6 pikë shënuara. Wilson. Nesbit për Wilson. Wilson prova për 3, Derek Wilson. 11 pikë nga Wilson, çfarë kanë gjarë ka pasur faul në kosh në Palokaj duket. Apo jo, ka pasur faul nga Palokaj. Apo për flop është ndëshkuar me një teknike janë Palokaj, kjo është situata. Gjuajtën e lirë të teknikës dhe gjuaj Hunter. Ku realizon. Dhe kjo është edhe arsyeja për Palokaj që ndëshkuar me një flop. Është ullër Bahtir Tuna në vendin e tij Erion Kastrati. 53-44. Green. Michael Green, pasimi është devijuar, Nesbit provon ta vjedh, to kthehen me fat për Green. Hunter është i lirë, nuk heziton, provon me njerë për 3, Hunter! 4 pikë me radhë nga një 4-0 seri e shpejt. Tashmë nga Trepça, 53-47. Nesbit. Shoshi, Nesbit, prap Wilson. Palokaj është i lirë, nuk heziton, provon përgjigjet jo. Kapiti, më i lartë për të marrë reboundin. Michael Green. Erion Kastrati, provon për 3, Erion i shkurtër. Polutak e ka devijuar i fundit, do vazhdoj të qëndroj për para Trepça për 14 sekonda. Tengashi bëhet gati për tu kthyer në parket. Në ndërprerjen e radhës do të mundsohet aty. Kutja në lojë, janë e pasemi Kastratit për Hunter, i dyvishuar Hunter, detyrohet të nxjerrë topin jashtë, vend për Kastratit. Kastrati në presion të kohës për 3, prap nuk shënon. Nesbit, apo këtë falni është Wilson që ka marrë reboundin. Polutak, pasimi shumë i mirë për Les Shoshin, i cili është fauluar, 2 lira do të jenë për Shoshin. Polutak në Tengashi në vendin e tij. Qëllon në gjuajtën e parë të Lielisi. Sa në të dytë. Green. Green lëviz mirë, pasimi shumë mirë për Hunter, Hunter për tjetër treshe. Jo kësaj radhe, ju shohim luftën mes Kapitit dhe Shoshit. Topi do t'jetë me skuadrën e Trepçës. Alo e qartë që fundit kaluar për Shoshi. Erion Kastrati. Green, provan me njerë për 3. Green, i mrekullueshëm. Michael Green, pika 17. Dhe treshja 5 në 8 tentime. Jashtë zakonshëm Michael Green. Nesbit. Les Shoshin. Derek Wilson. Gashi. Palokaj për Gashin, koridori krejt i lirë, sulmon për para, pasimi briljant për Les Shoshin që shënon me faul. Çfarë asisti i bukur nga Tengashi. Asisti i parë në ndeshje nga Gashi.
Plus një Leshoshi do ullet Hunter për të inkuadruar Myers. Shoshe në gjuajtën e dy, në dhe në gjuajtën e lirë kërkoj falje. 58-50. Green në vis perfekt, Green bi Shoshin. Dita mil topi, posedimi do tjetë me skuadrën e Yllit. Green pretendon tjetë këtë qenë Shoshi i fundit në prekën e topit, apo jo? Ka një challenge nga kryetrajneri Beqir Agic. Nesbit. Shoshi. Palokaj një pasim në thellësi për Gashi me faqë. Kontakti fundit me topin pati Kapiti. Do mbeten për një presë 7 sekonda në aksion skuadra e Yllit, për fillimisht do e marrë një time-out kryetrajneri Pipan. 3 minuta 13 sekonda ka mbetur lojë në çerrekun e tretë. Jo edhe shumë kohë për Yllin në aksion. Një pauzë shkurtër për të kthyer prapë. Shohim se si do shkoj, kjo kohë mbetet për Yllin, ja Gashi nga vërsia. Ka interveruar në kosh Kapiti, shohim se do pranohen pikët për Yllin, apo fillimisht ka pasur interferim të Shoshit, apo është pikërisht Shoshi ai pare që ka interferuar. Michael Green. Kastrati për Myers. Myers në mesin e dy kundërshtarëve, mbrojtje perfekte nga Arten Gashi. I jashtëzakonshëm. Topi humbur nga Myers. Derek Wilson. Wilson për Palokaj. Palokaj provan dhe me shtuaj me Lisin, por mbyllet hapësira për Shoshin. Palokaj. Një pasim shumë i mirë për Gashin, është fauluar, dy tira do t'jenë për Arten Gashi. Personali nga Erion Kastrati. Është e treta për Erionin. 4 ka Mushic. 3 ka Tuna. 3 edhe Myers. Gashi ka bën në gjuajtën e parë të lirë, mbetet me 6 pikë, 2 rebound dhe një asist deri tash. Qëllanë të dytën Gashi, 59-50. I barabartë çerreku i tretë, 13-13. Green. Pasim për Myers në thellësi, Myers me forcë, Myers në mesin e shumë kundërshtarëve, Myers shënon. Derek Wilson. Jalen Nesbit. Jan Palokaj.
Lokaj lirohet, përdor tabele, lartë për shënuar Sajra dhe Myers si vëmendshëm për të marrë topin. Niset vetë, Michael Myers, një jurë step, blokohet nga Jalen Nesbitt. Nuk dalë shpejt në tranzicion Ylli, shohim reagimin e Wilsonit, ka faul, nuk ka faul për dhënë Trepça. Ragic. Wilson. Jo edhe më i miri sot nga të lirat, nga 7 tentime nga qenë 4 herë i sakt. Vazhdon gaboj. Vështira tret me Racet, gabon në gjuajtën e parë të lirë. Ja shojmë në blokadën e Jalen Nesbitt. Sakt në të dytën. Green. Shoj Myers. Pasimi për Kastrati. Kastrati për Green. Në treshe e Medët, nuk ka pi gashi lufton me Myers. Në fundit ka qenë Myers që ka pasur kontakt me topin. Dhe posedimi do t'jetë me Ylli. Lokaj. Pasimi për Nesbitt, pa markuar për 3, Jalen Nesbitt! 63, 52 Ylli. Panohet në mbrojtje. Kapite për mbyllur. Hapësirën për Nesbitt. Green për Medët. Vizmir Medët. Blokohet nga Jalen Nesbitt. Kapiti, në vënd shkoj vetë, Kapiti përdor tabelën më të shënuar. I mrekullueshëm Dardan Kapiti. Jalen Nesbitt, blokada e dytë. Brenda pak minutave loj këtë çerek të tretë. Palokaj. Palokaj, pa ekuilibër në gjuajt e vështirë. Duhet të shta, ka një faul jo e nevojshëm nga Nesbitt në Kapitin. Do t'jenë dy gjuajt të lira për Dardan Kapitin, cili sonte do t'jetë për irë të pa në vijën e të lirave. Në 11 tentime nga gjuajt e të lira, Trepça ka shënuar 7 herë. E vetëm 2 lojtar kanë qenë, Hunter dhe Myers kanë pasur këtë privilegj. E ka banë Kapitin në gjuajtën e parë të lirë. Sakt në të dytë. Jalen Nesbitt. Me forcë të afrohet koshit, Nesbitt i fishohet, pasimi Gashit për Kastratin, arrit të vjedh topin. Ka faul në Kastratin në 5 sekonda, Michael Myers provon shkoj vetë. Myers se ik topin nga kontrolli, edhe kështu të mbyllet, 63-58. Qeregu i tretë, minimalisht i fituar nga skuadra e Trepçës me rezultatin 17-18. I dalluari për Yllin, vazhdon të jetë Palokaj me 19 pikë, 12 Wilson, 11 Nesbitt, në anën tjetër e Trepça 17 Green dhe 11 ka Hunter.
Paret me tome tashme në këtë qerek të 4 dhe nisin lejtarët e Yllit. Wilson. Plan. Greenin, Palokaj. Për Gashin nuk eziton, provon me njerë për 3, nuk ka pik. Myers, më i bamenç me të marrë topin. E kryen Brown nga tabelat, Mushic që rrezikon me 4 personale në parket. Mikailet Mushic. Në topi vjedhur nga Nesbit. Jo i vëmendshëm Green me pasimin. Palokaj. Shoshi në afërsinë, e gjuajt në pik kapiti, nuk ka pik, por Gashi me rebound në sën, Gashi insiston as në herën e dytë. Nuk ka pik në fund nga Gashi, Medët që arrin ma rebound edhe nis vetë kundër zbritin, qa mbrojtje në dysh Medët, është fauluar, 2 këtira do t'jenë për Medët. Po tak do inkuadrohet, shohim se kur do lë vend për të. Është ulur Shoshi. Ata kanë probleme me kyçën e djathtë të këmbës. Medët i saktë në juajtën e parë të lirë. Nesbit. Palokaj përdor tabelën për të shënuar. Pse ishte në blokade vëndshme nga Myers. 75-57 janë Palokaj me 21 pik. Shoshnosi më i dalluar deri tash. Ja, Green provon për 3. Nuk ka pik. Myers me rebound në sol. Medët. Për Mushic. Me njerë provon treshën Mikailet Mushic. Në qfarë momenti vje treshja dhe pika e 5 tashmë për Mikailet Mushic. Atime ti të parë shënën Mushic për 3, Nesbit. Nesbit për Gashi, provon të përgjigjet, Artin Gashi, e fort gjuajtja. E shojmë tashmë Medët me një rebound në brojt e ka një faul të Gashit. Ndoj lojë me një time-out, krye trajneri Pipan. 65-60, një start i mirë i Tripçës. Me 5-2 në qerek të 4, ta shkri vetëm me 5 e bërsin e ekipit të Golden Eagle Yllit. Një pauzë shkurtë për të kthyer për. Ta vituar një momentum një aftë mirë të lojës, në një moment të rëndësishëm në lojë skuadra Tripçës. Ka rritë shkri deri në 5 e bërsin e Yllit dhe tashmë me topin janë ata në mundësi për të afruar edhe më tej në rezultat. Michael Green. Pasimi për Myers. Myers në përnja me Polutak. Myers arrin shënon duke përdorur tabelën e gjuajtë shumë e vështirë. Ka Michael Myers pika 11.
Palokaj. Pa faul. Apo jo gjambol mes Myers dhe Polutak. E Tobi do i takoj skuadrës të Tripçës. Michael Green. Green. Në pasim për Myers. Tyletar me nën pran Myers të fundit kaluaj të raj Tobi Humbert. Palokaj. Polutak. Palokaj. Pasime për Polutak, me forcë Polutak nga përsia, përdor të vere për shënuari Sankt Polutak. E vinë edhe pikat e ti të para nga loja në parket, 3 kone të talj. Medet. Tani të përtemi Medet, nuk ka pik. Në lay-up, Wilson. Ndërëzbrita është e shpejt e yllit, Nesbit. Polutak për Derek Wilson. Wilson. Dalet. Polutak pasimin në gjysë distancë, Polutak nuk ka pik. Myers me një tjetër rebound, kujtojmë që për Myers kjo është reboundi 14. Michael Green. Myers për Medet. Një gabim në hapa këto nga Myers, tjetër Tobi Humbert nga i dyti në radhë. Toba Humbert nga skuadra e Tripçës. E doja që në dalë tashmë me një time-out të krye trajnerit e Tripçës, Adis Beqir Agic. Pas time-outit të Adis Beqir Agic, 67-62. 6 minuta 7 sekunda loj në çeregun e fundit. Pasim për Polutak, me forcë Polutak, përdor tabelën, nuk ka pik, për është Artin Gashi, që përmirëson gjuajtjen e gabuar të Polutakut për ta çuar në shtatë vërsinë e yllit. Medet. Michael Green. Pasimi për Medet. Daniel Green. Provon Kapiti të ndihmoj në screen. Green. Mbyllet hapësira. Ja tashmë Hunter provon për 3 nga anash, nuk shënon. Shohim topin e ka Derek Wilson. Luan prapa me Jan Palokaj. Mbrojtje tjetër e mirë nga ylli. I dal nga dal, po fiton momentum dhe ritëm në këtë çerek të katërt. Palokaj. Kapiti do ta mbyll. Polutak. Ja preri Artin Gashin nga vërsia, Gashi në me jap! Çfarë loje nga Artin Gashi, 11 pikë! Çfarë kontributi man nga banka që vije nga Gashi? Nën për para ylli, Green, për Medet. Medet gabim në hapa, Tobi Humbert tjetër për Tripçën. Pa ide në aksionet e fundit Tripça. 15 topa Humbert kanë në total. Hunter që ullet, Erion Kastrati në vendin e ti. Në pasim e rëzik shumë i Palokaj për Polutak.
Kapiti ka luajtur të rifundit sipas gjyqtarit Goçaj. Ushtullet Kapiti për të inkuadruar në parket Myers. Wilson. Nesbit, heziton në Gjuajda, shërben për Gashin. Janë treshe Palokaj, topi hyrë dhe doli. Nesbit, Murfic ka luajtur i fundit. Për një aksion tjetër për para Ylli. Wilson. Wilson për Palokaj. Janë pasim për Polutak. Polutak. Me të majtërën shkon brenda këtë Gjuajtje. Imran Polutak, 73-62. Shumë se 4 minuta lojë deri në fund. Anë depërtimi Medët, ja del shënon. Edhe pse ishte në mesin e dy kundërshtarëve Medët. Derek Wilson. Pasimi për Gashin. Gashi për Palokaj. Derek Wilson. Nesbit. Nesbit për Wilson. Anë Nesbit. Nesbit dole në ballore për 3. Nesbit! 14 pik, 3-2 dhe Jalen Nesbit. 5-3 Yllit sonte. Mikail Mushit provon përgjigje shpejt. Jo. Polutak. Arrin të topin. Nuk gude Derek Wilson. Çdo sekond i humbur apo i djegur është në favor të Yllit. Palokaj. Polutak për Palokaj. Palokaj për Wilson. Qarkullimi i topit perfekt. Nesbit provon për 3. Jo. E tashmë Green. Si avonisën i kundërzbritje shpejt, skuadra e Trepçës ka një faul në stund të Polutak, një faul jo sportiv të Polutak në Green. E dy lira do t'jenë për Green dhe topi do vazhdoj t'jetë me Trepçën. Faul jo i mençur. Shkojnë ta shohin gjyqtarët këtë faulin e fundit. Është të gjykuar tashmë që të ketë dy gjuajtë të tjera Michael Green. Tare më i daluar të Trepça, për e të parë dhe tjenë në vjendet e lira vaj. Shëran Green e të pare. Sakta në të dytën. Pasim për Myers, në mesin e dy kundërshtarëve. Myers është fauluar, dy tira do t'jenë për Myers. Aksia më e mirë për Trepçën që të afrohen në rezultat pa shfrytzuar kohën është. Provojnë nga gjuajtjet e lira që të shënojnë dhe të afrohen në rezultat. Pra në përgatitje e atashme fizike e Michael Myers që shohin në plan të parë. Qalan në gjuajtën e parë të lirë Myers, bashko me Green janë edhe fituaret më daluar të Trepça, 12 pik tashmë Myers ku ka edhe 14 rebounde, por ka 5 topa të humbur. 3 topa të humbur ka edhe Medët. Ka vetëm 7 pik. Për ta shkri në 8 tashmë e përsinje, 4-0 seri nga të lirat skuadra e Trepçës. Gashi për Polutak.
Nesbit. Wilson duhet kaloj shpejt më fushë ka pranë Mushici. Arrin t'ja del, po Palokaj. Lirohet hapësira për të, Jani Allajub shumë i lartë topi për Pollutakun, topi humbur. Michael Green ka kohë për të kthyer në rezultat Trepça. Ja Green provon për 3. Bang! Krejnë në lojë Trepça, Michael Green! 7-0 seria e kampionëve të Kosovës. Michael Green! Tjetër treshe nga aje gjashta në 10 tentime, 76-81, 2 minuta 15 sekonda lojë në çerikun e 4 e time-outi është nga kryetrajneri Pipan. Shohim sa ka përgjigje Ylli. Tashmë po e ndjem presionin që po vjen nga skuadra e Trepçës. Nesbit, një pasim për Gashin. Gashi mashtron Kastratin. Ka një faul të Kastratit në Gashin. Vetëm faul i parë ekipor ky i Trepçës. Fair play në pas nga Kastrati dhe Gashi. Sportiviteti atashëm nga dy basketbolistët. I fundit kaluatër Palokaj, topi humbur. Ka ktheje Trepça. A doja dal. 2 minuta 6 sekonda loj. Myers me screen për Green. Ja Kastrati nga anash për 3. Nuk ka ping nga Kastrati, Nesbit më i lartë për të marrë reboundin në mesin e të kundërshtarëve. Nesbit është fauluar. Vetëm faulli i dytë ekipori i Trepçës. Ka faulle për të. Derek Wilson, Mushic nuk i ndaje. Rrezikon Mushic me 4 personale. Wilson arrin kaloj gjysmë fushën. Përcjellën Derek Wilson. Një bërë me Myers. Wilson për Palokaj, duhet gjuaj nga kjo distancë, janë Palokaj, nuk ka pik. Medët me rebound. Ja një treshe, Green, topi hyrë dhe dojli, Kastrati lufton, nuk ka rebound nga Arjan Kastrati në spëm tjetër faul. Nga Trepça kësaj radhe nga Arjan Kastrati, faul i tretë ekipori Trepçës. Shoshi do kthehet në parket. Jalen Nesbit. Simi për Palokaj. Bërë dhe shumë e mire Medët. Kjo është e faul i fundit që kështë më rëdhën.
Kundërshtarët e Trepçës. Derek Wilson. Wilson, kërkan topin, Pollo Tak në thellësi, dhe dje pik të leta në mismatch. Me Green, 78-71. Pushic me shpejtësi avancon për para, pasimi për pak të Tuna, nuk heziton, provon nga anash për 3 Tuna, nuk ka pik, Pollo Tak për Palokaj. Palokaj për Nesbit. Ka foul në Jalen Nesbit nga Green, 2 tira dhe tjenë. Për Nesbit do për të marrë fiturën tashmë skuadra Yllit. Çalan Nesbit. Çalan dyat Nesbit. E veç Ragic do shfrytëzoj time-outin për provuar që ndoshta një mrekulli të shpëtoj edhe lojën e sotme për Trepçën. Uh, 38-4 sekonda me topin e anëtarit e Trepçës. Pasim për Myers. Myers në thellësi. Myers nuk shënon nga vërsia. Pollo Tak, ka foul në Myers nga Myers po në Pollo Tak. Është gjykuar si foul, jo sportiv në Michael Myers. 2 tira dhe vjen për Pollo Tak dhe topi do vazhdoj të jetë me Yllin. Tashmë për ta parë edhe njerë këtë foul të Myers në Pollo Tak. Është ndruar vendimi, është gjykuar si një faul i zakonshëm, si do të jetë vetëm 2 gjuajt e tjera për Pollo Tak. Çalan e parën Pollo Tak.
Sakta në dytë. Tani gjuajtja e vërtetë nga Hunter shkon brenda. Do mbyllen me shumë gjas, 82-74. Maida Luari janë Palokaj me 21 pikë, 16 Nesbit, 12 Wilson, 11 Gashi. Këta janë kontribuesë më ndenjë. E Ylli pas një kohë kthehet te fitore duke mposhtër kampionin aktual Trepçën. Maida Luari te Trepça ishte grin me 6-3, 22 pikë. Jo e mirën nga Majers me 13 pikë, e 14 rebound e problemet me personalet dhe faulet e ekipore herët te Trepçës ndikuan që edhe Ylli të marrë ndoshta një fitore më të lehtë në fund të kësaj përballë. Nga Unë Logja ishte kas në komentim, mos të largoni për pak çaste do të jemi edhe në pjesën e intervistave ku do të kem dy trajnerët si Beqiragis dhe Pipa.